Por shqiptarët kërkojmë qetësi, çret. Më shumë më mirë kushte ekonomike, sidomos më shumë qetësi. S'kemi nevojë për luftë. Ne do kërkojmë qetësi, në radhë parë qetësia në kryesore, masa ne ato le bëjnë çfarë duan me njëri tjetrin. Qytetarët duan qetësi në radhë parë. Politika duhet të gjejë gjuhën e përbashkët, gjuhën e arsyes, se ky popull është shumë i vojtur. Qetësi, qetësi, qetësi. Shqiptarët duan drejtësi, liri në të gjitha institucionet, se kush të kryej detyrat e veta, ne të kemi besim e të presim marrjen e vendimeve. Shqiptarët duan në rend qetësi edhe marrëveshje politike. Qetësi, vetëm qetësi.